Mirë, ne në këto momente do të ndalemi tek një reagim i vetëm gati 1 minutë më parë i kryeministrit Edi Rama në rrjetin e tij social të Facebookut. Shoqata e gjyqtarëve ka bërë deklarat për t'u ankuar për presionin tim ndaj kushtetueses. Dy mundësi ka këtu, ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, ose nuk i kam parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë njerëzve të drejtësisë, ose e din që kur ankohen për mua nuk u hyn gjëm në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vite që nuk luftoj me ta, por luftoj për ta. Madje duke i përtypur në heshtje, si çështje të pavarësisë së shpallur botërisht me reformën në drejtësi, edhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Mirëpo gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojën e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbulon, në fakt me votën e afër 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezon kështu edhe gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Jo vetëm kaq, por shoqata e gjyqtarëve duhet ta di që do të gabonte, po aq shumë sikurse të priste heshtjen time për kërkesën e saj skandaloze dhe të përsëritur ndaj gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë të parlamentit. Heshtja ime hera e parë, përpara se sa të merrej ai vendim befasues i turpshëm, nuk do të përsëritet këtë herë, kur me rikërkesën në fjalë, shoqata e gjyqtarëve po tenton të marrë nga buxheti i shtetit, duke anashkaluar qeverinë dhe parlamentin një rritje të re prej plot 1.600 eurosh. Po, 1.600 euro plus pagës aktuale të pagave të magjistratëve e të këshilltarëve të tyre. Ne ndërkohë, unë dhe qeveria e shumica parlamentare që kam nderin të udhëheq, mirëpresim krahapur çdo komunikim institucional me shoqatën në fjalë për të adresuar nevojat e sfidës së drejtësisë së re, ku parimi i shenjtë i pavarësisë së gjyqësorit duhet mbajtur në çdo kusht, jo vetëm për ndërhyrjen e jashtme të kujtdo qoftë, përfshirë edhe mua vetë, por edhe nga krimbi brendshëm i papërgjegjshmërisë së gjyqtarëve, i cili brenda pritit besimin e popullit tek drejtësia. Mirë, është ky një reagim i kryeministrit Edi Rama lidhur pikërisht një reagim i cili ka ardhur për shoqatën e gjyqtarëve. Ka bërë një reagim të gjatë kryeministri Edi Rama ku i kërkon që nuk do të qëndroj gojë kyçur për atë që më përket dhe unë flasë këtu, thot kryeministri Edi Rama, dhe jam këtu dhe luftoj, nuk luftoj me ta, por luftoj edhe për ta.